Përshëndetje të nderuar miq, jemi drejt për së drejti nga Pallati i Sportit Aslan Rusi në Tiranë, ku pritet të nisë takimi i vlefshëm për javën e parafundit të fazës së parë në Superligën e Meshkujve mes Beslidhes dhe Teutës. Është java e 9, pra që do të mbyllë fazën e parë të periudhës së vjeshtës dhe dimrit për të rikthyer shumë shpejt mëtej në janar bashkë me Ligën Unike. Kujtoj që java e fundit do të zhvillohet këtë fundjavë. Skuadra, kujtoj e Beslidhjes, ka një ndeshje në letër të lehtë sepse e pret Flamurtari, ndërkohë që skuadra e Teutës pret Skënderbeu në shtëpi, pra për javën e fundit dhe për mbylljen, pra siç dhe përmenda, dhe të fazës së parë, ku deri tani kujtoj që janë zhvilluar Superkupa e Shqipërisë, gjithashtu pra kampionati dhe ka nisur Liga Unike si për meshkuj, ashtu dhe për femra. Dhe janari patjetër që do të na rikthej jo vetëm në kampionat, por dhe në Kupën e Shqipërisë. Në fundin e janarit dhe fillimin e shkurtit, pra do të jetë Final Four-i i Kupës së Shqipërisë për t'i lënë vend mëtej shkurtit që do të jetë sërish rikthimi i kombëtares shqiptare në parket, e me radhë mëtej të gjitha evenimentet si në Ligën Unike, pra Final Four-i, meshkuj e femra, ashtu dhe play-offi pra për meshkuj dhe femra dhe në kampionatin e Shqipërisë. E mëtej e gjitha kjo në fund të fazës së dytë për t'i lënë vend më pas verës, ku jo vetëm kombëtare e madhe do të luaj në korrik, por gjithashtu do të kujtoj edhe kombëtarët e moshave që marrin pjesë në kampionatet europiane në divizionet përkatëse U16, U18 dhe U20 si meshkuj dhe femra. Por ndërkohë jemi ende pra në mbyllje të kësaj faze të parë, ku e ka gjetur Beslidhjen sërish në krye dhe në udhëheqje pra të renditjes, deri tani pasi humbje. Madje fitoret kanë qenë të thella, kujtoj edhe takimet e fundit pa ndonjë ndoshta kërcënim të madh. Kujtoj edhe me Vllaznin, e cila ishte një ndeshje në Shkodër që në letër duhet ishte shumë e rivalizuar, po prapë Beslidhja ka fituar thellë, duhet thënë, me diku mbi 40 pikë. Por në gjithë këtë fazë të parë, pra me këto diferenca të mëdha, sepse Beslidhja ka fituar dhe në Ligën Unike, kujtoj me skuadrën e Borës, pra skuadrën e Prishtinës në Ligën Unike, ndërkohë që me Teutën, pra që sot e ka përballë, ka fituar vetëm pak ditë më parë me diferencë prej 11 pikësh, ndeshje shumë interesante, 100 me 89 ka arritur që të fitojë Beslidhja përballë Teutës, pra vetëm para pak ditësh në Ligën Unike. Dhe tregon që Teuta është patjetër pretendente dhe këtë vit është, do thoya, shumë ndryshe nga ajo çfarë kemi lënë në finalet e vjetshme dhe në play-offin e vjetshëm, ku duhet thënë që me shumë merit u kualifikoi në finale, por në finale gjeti një ecuri mëtej që nuk pritej me amerikanët që patën probleme kontraktuale, dihet historia se si u larguan ata në fund dhe Teuta pra pësoi humbje të thellë, por duhet thënë që ky çift që ne kemi sot në parket janë dy skuadra që kanë qenë finaliste në kampionatin shqiptar në 2 vitet e fundit, megjithatë Beslidhja ka mundur të fitojë pra të dy këto sezone, qoftë në 2024 ashtu dhe në 2025. Ndërkohë të dy skuadrat janë në Ligën Unike këtë vit. Është padyshim ecuri shumë e mirë, do thoja, dhe Teutës në ndeshjen e parë me skuadrën e Vllaznimit. Janë ndërkohë dhe Xhemi, hidhet Xhemi parë dhe topi parë takon pikërisht skuadrës Dursake. Duhet kujtoj pak edhe treshën e gjykimit. Sot është Ani Balliu gjyqtari parë dhe dy gjyqtarët e tjerë janë Sergio Gjoni dhe Ardi Ndoj. Ndërkohë e ka marrë tani Stoks organizimin pra për skuadrën e Beslidhjes. Beslidhjen e kemi transmetuar disa herë këtë sezon dhe këtë fazë të parë, duke ndjekur me interes edhe pjesën e ndeshjeve të Ligës Unike, që prap po e përmend, fitore shumë e mirë me Borën dhe ka treguar pra që dhe me skuadrat nga Kosova, pra Beslidhja mund të rivalizojë shumë mirë dhe mund edhe të ketë fitore të thellë. Ja ndërkohë topi tek Memçaj, ndërkohë aty në qendër
Vjen kjo gjuajtje pasakt e Far. Më pas topi ka dalë jashtë dhe i takon edhe njëherë Teutës. Do ta nisë pikërisht Wright, aty dhe një Far. Hape tek Memçaj, i cili këtë sezon është rikthyer tek Teuta, pra ka lënë Vllaznin, ai vjet luajti tek Vllaznia, por par vjet dim pra se si eci sezoni i tij shumë i mirë me Teuta dhe ai u rikthye sërish tek skuadra dursake. Ja ku është edhe një herë Memçaj, i cili po provon të depërtoj vet, pasin aty poshtë Far dhe ka hapa thot gjyqtari. Gjyqtari Gjoni që është aty poshtë, duke ja rikthyer edhe një herë sulmin skuadrës së Beslidjes që udhëheq 3-0 pas 3 pikëshit që shënoi pak më parë Hysa. Kujtoj që Beslidja ka nisur me një formacion pothuajse si gjithmonë, veç se ka një ndryshim sot luan Alimani që nga minuta e parë. Gjithashtu pra Stokes, Edmonds, Hysa dhe Hamati. Ndërkohë që për ekipin e Teutës, përveç Memçaj është kapiteni Gorea, gjithashtu dhe 3 amerikanët, pra Wright, Far, si dhe Powers. Shohim tani kundër sulmit, pra ende rezultati 3-0, kanë kaluar 2 minutat e para. Qarkullimi mirë, dhe në fund vjen kjo gjuajtje Memçaj, nuk ka mundur do të shënoj, niset kundër sulmit tani me Hamatin, e pason tek Hysa, Hysa provon 3 pikshin dhe sakt 2-3 piksha i ka shënuar Hysa në këtë fillim, 6-0 udhëheq Beslidja përballë Teutës. Ja ndërkohë kalimi shpejt i Powers. Pason aty në qendër, por mbrojtja ka rikuperuar shumë shpejt Hamati. Tu Hysa, topnajer aty tek Edmonds. Edmonds i cili me tabel ka rritur shënoi 8-0 udhëheq Beslidja në këtë fillim. Duhet thënë që skuadrat, të dyja skuadrat e kanë që në fillim ritmin shumë të mirë, duke llogaritur se çfarë temperaturësh ka në sallën kryesore të Aslan Rusit. Tu ndërkohë edhe një Powers, kalon bukur, në fund e ka të vështirë gjuaj, kështu që pason tek Memçaj, ai me njëherë tek Gorea për 3, nuk ka shënuar. Këtu ka marrë Alimani. Nxiton përpara Alimani, pasi tek Stokes, edhe një Alimani i cili po depërton dhe në fund pasin tek Edmonds për këtë zhytje e para ti sot. Sigur që do të ketë të tjera, një lojtar shumë atletik, shumë i fortë. Dhe në transmetimin e fundit e kemi ndjekur me ato rastet e tij të bukura, me ato zhytje që i kanë dhënë patjetër shumë bukuri dhe një sulmi që për Beslidjen patjetër mori totalisht drejtim tjetër, pra në ndeshjen me Borën, kur ai nisi të shënoi pra pikërisht këto kosha në periudhën e 4. Fillimi shumë i mirë për Beslidjen, 10-0. E ka marrë Milatovic, trajneri i Teutës, ka marrë pushimin, Nikola Milatovic. Tashmë prej vitesh ai drejton në kampionatin shqiptar dhe është rikthyer pra tek Teuta, i cili përveç Teutës ka drejtuar gjithashtu dhe Tiranën një sezon, ka drejtuar Gogën një sezon, ka drejtuar dhe Vllaznin. Nikola Milatovic, por më gjatë ai ka punuar me Teutën. Trajneri malazez i cili ka afro një dekadë pra që punon në Shqipëri. Është ndjerë gjithmonë mirë tek Teuta dhe është rikthyer çdo sezon dhe është një trajner që ka fituar dhe kampionatin, duhet thënë në Shqipëri me Tiranën, por do të veçoja vitet e fundit që e ka rikthyer Teutën në finale. Kujtoj që dhe me Teutën ai ka fituar pra titullin kampion në Shqipëri. Ja ndërkohë, kthehemi tani tek Powers. Kujtoj që Beslidja nuk ka kryer asnjë zëvendësim dhe gjithashtu dhe Teuta me të shoh asnjë zëvendësim në këtë fillim. Ja ku është Memçaj, depërton, po fall nga Edmonds. Edmonds që i thot gjyqtarit që për plasje ka ardhur tek ai Joana Sjeltas. Ka qenë në depërtim, shikojmë, po ja ka dhënë 2 gjuajtje të lira, është falli i parë i Edmonds.
Kujtoj që Liga Unike për meshkuj do të rikthehet në mars. Është një format i ri, ndoshta më pak ndeshje. Ndërkohë që këtë mesjavë një ndeshje do të jetë në program për meshkujt ajo mes Vllaznisë dhe Apolonisë. Të përka Stoks. Ndërkohë shumë e veçantë që rikthehet edhe tek femrat sezoni me të 6 skuadra siç kanë qenë dhe vjet, 3 skuadra nga Shqipëria dhe 3 nga Kosova. Dihet Shqipëria gjithmonë me flamurtari Tirana Partizani, ndërkohë Kosova këtë vit me Pejen Bashkimin. Dhe gjithashtu pra dhe me Prishtinën. Janë ndërkohë Edmonds në gjuhën e lirë, nuk e ka shënuar. Ndërkohë që do të përsëritet gjuajtja e lirë, ai ka shënuar koshën, rezultati pra 12-2, por mori dhe një gjuajtje e lirë. Duket lojtarët e Teutës kanë hyrë më shpejt në zonë, prandaj gjyqtari Ndoj e ka përsëritur këtë gjuajtje të lirë. Dhe sakt ka shënuar Edmonds, pra 13-2 fillimi, pak i vështirë për Teutën. E ka marrë dhe një Powers për të Gorea. Po provon me Amatin, ndërkohë qonë të cep tek Memçaj. Shkon dhe njërë të Gorea. Aty dhe njërë Powers lartë. Ndërkohë që Stoks se mbron shumë mirë, detyrohet ta pasojë dhe njërë tek Gorea. Dhe sekondat e fundit Gjuan nuk ka shënuar. Sulm i ri dhe kundër sulm tani për beslidhjen me Alimanin. Kalon me njërë tek Stoks. Dhe aty ka një ndërprerje momentin e fundit. Pas pasimit pra, pikërisht nga Wright, janë totalisht të tjerë lojtarë të huaj që Teuta i ka këtë vit krahasuar me vjet. Madje njëri për tyre luan këtë vit me beslidhjen, Powell. Ndërkohë edhe njëherë ndalon loja për një tjetër faull, me sa duket. Ja ku është dublimi pra që i ka dhënë faullin. E ka marrë Hysa, i cili pason tek Edmonds. Hamati, Hysa. Hysa i cili pason aty tek Stoks dhe është liruar fare mirë aty brenda në zonë dhe ka shënuar për 2, 15-2 fillimi. Shumë i shpejt për skuadrën e beslidhjes, do thoja. Ndërkohë Gorea. Gorea ka quar tani tek Memçaj. Memçaj luan 1-1 me Hamatin. Provon që ndërtojnë në zonë, e ka të pamundur, pasi aty poshtë është kuptuar nga mbrojtja, ka një devijim dhe topi ka dalë jashtë, mirë po, në kronometër ka vetëm 3 sekonda, kështu që duhet gjuajnë shpejt lojtarët e Teutës. Do ta fus topin e lojë Memçaj. Ja ku shkon edhe njëherë tek Far, bllokohet gjuajtja e tij, me njëherë kundër sulmit tani me Edmonds. Po shkoni vetëm, Edmonds depërtimi dhe ka lënë lehtë në kosh. 17-2 plus 15 beslidhja që në minutat e para. Po bëhet gati ndërkohë një zëvendësim, është Grayson Goz. Është lojtar tjetër pra që i është bashkuar këtë vit Teutës, i huaj. Ja dhe gjuajtja e Gorea sakt për 3, është 3 pikë shiti i parë, duke quar tani në 12 pikë diferencën, 17-5. Ka marrë tani Stoks. Edhe tek Edmonds. Edmonds me njërë tek Stoks. Hysa provon 3 pikshin. Po të tretin sot e shënon 20-5 rezultati. Hysa në formë shumë të mirë në këtë fillim takimi. Në fakt është gjithë kjo fazë e parë në këtë kampionat, në këtë sezon. Ai ka bërë një super ndeshje edhe në Ligën Unike me Borën pra. Këtu ndërkohë Powers nga nxjerr tek Memçaj. Ndërkohë edhe beslidhja po bën gati 2 zëvendësime. Powers, Gjuan për 2 dhe ka përfunduar koha, pra mbrojtje shumë e mirë e beslidhjes, duhet thënë, që nuk e lejon Teutën në 24 sekonda të gjuajë asnjëherë drejt koshit. Është ulur Memçaj dhe është futur Goz për ekipin e Teutës. Ndërkohë tek beslidhja është ulur Edmonds dhe Stoks. Janë futur Lilaj dhe Prodani. E ka marrë Prodani organizimin. Pra po të shikoni të gjithë lojtarët
pothuajse të gjithë janë me fanella poshtë. Madje të Beslidjes janë të gjithë me fanella me ngjyrë të errët, le të themi që është bërë si pjesë e uniformës. Dhe 3.4 për Hysën Shënon. Shënon 23-5. Por edhe tek Teuta patjetër sepse temperaturat janë shumë të ulta, këtë e kemi diskutuar shumë herë dhe besoj ky mund të jetë viti i fundit që do të luhet në Aslan Rusi. Ja ku jemi tani me Far aty poshtë, kthehet, Gjuan nuk ka shënuar. To përpara tani Lilaj. Dhe pasin poshtë tek Amati, realizon dhe kalon 20 pikë para Beslidja që në periudhën e parë 25-5. Ja ndërkohë Gorea e ka humbur dhe Hysa e ka rikuperuar. Fillim jo i mirë ky për Teutën, 20 pikë diferencë që në periudhën e parë. Tomer Kalimani. Kalon aty tek Lilaj dhe 27-5. Vërtet e habitshme kjo. Duke kujtuar që vetëm para pak ditësh ndeshja ka qenë shumë e ekuilibruar mes dy ekipeve. Por duket që Beslidja e ka studiuar mirë kundërshtarin dhe ka marrë masën në mbrojtje dhe këto duken fakti pra që Teuta ka shënuar në 7 minuta vetëm 5 pikë. Ja ndërkohë Alimani që Gjuan nuk shënon, por duket do të ketë dy gjuhet e lira. Dy gjuhet e lira pra për Alimanin. Saktë të parën. Gati do t'jetë Grashdani tani për t'hyrë në lojë tek Beslidja. Ja dhe gjuhet e dytë. Pra do të futet Powell, ish lojtari i Teutës, futet edhe Grashdani, shtullur Hamati, është zëvendësuar dhe Alimani. 29-5, kështu është perioda e parë. E ka marrë tani Powers. Powers po hy në zonë, ja depërtimi dhe gjuhet e me të majtën sak Shënon. Shënon edhe depërtimi. Fare let, Shënon Lilaj, 31-7 rezultati në favor të Beslidjes. Gorea për tek Far, e ka kthyer tek Powers. Powers edhe njërë tek Far, i tiri po provon dhe fullet deri poshtë. Goz, aty ja kthen Gorea, provon nga via fundore Goz, gjuhetja e Far, nuk ka shënuar. Dhe Tomi Tabel e kanë marrë dursakat vetëm për një moment derisa në fund kundër sulmi. Hysa shkon dhe herë tek Grashdani, ai e hap me njërë tani tek Powell, Gjuan, sakt. Sakt 34-7 udhëheq Beslidja. 1 minutë ka mbetur nga perioda e parë. Powers. Shohim Powers i cili po e luan 1-1 vetë dhe sakt Shënon për 2, madje ka dhe një gjuhet e lirë. Interesant Powers, 2 kosha radhës i ka shtuar për Teutën. 24-9. Por që shkëputja është që në fillim pra në favor të Beslidjes. E gjitha mendoj që vjen në rrath parë nga mbrojtje. Beslidja ka bërë një mbrojtje shumë të mirë në periudhën e parë. Ja dhe gjuhet e lirë, sakt, pra 34-10. Prodani. Shkon tek Powell, me njërë tek Hysa. Hysa aty poshtë. Lilaj. Aty Grashdani për 2, nuk shënon. Dhe niset Goz. Dhe faul nga Hysa. Faul taktik nga Hysa për të dalur kundër sulmin. Do të kemi rivënie nga vija anësore për skuadrën e Teutës. Mbeten
27 sekonda nga kjo periudhë e parë, e cila ka rrjedhur krejt çuditshëm aq shpejt, vetëm 2 herë janë dhënë falla, asgjë tjetër. Gorea dhe 1 herë pra shmar pushim, kështu që nuk ka ndalur loja, le të themi. Tu ndërkohë kemi tjetër fallë aty në mesin e fushës. Do të ketë ndërvënie nga vija anësore. Ndërkohë që po konsultohen gjyqtarët nëse duhet ta japin antisportiv apo jo këtë faull, e kanë kërkuar nga Stoli Beslidjes. Tu e shikojmë edhe një herë, në fakt është një tërheqje nga Powers. Jo, vetëm 2 gjuhët e lira, thot gjyqtari. Pra, madje jo, është as 2 gjuhët e lira nuk janë, po është rivënie nga vija anësore. Pra, sepse dhe numri i fallave nuk është plotësuar. Prandaj është dhe rivënie. 12 sekonda kanë mbetur nga periudha e parë. Hysa pasi në cep Powell. Powell i cili depërton me të majtën, nuk ka shënuar. Dhe tani në këto 2 sekondat fundit vjen kjo gjuajtje e cila përfundon këtë 10 minutësh të parë, 34-10. Një shkëputje e madhe Beslidjes që në fillim të takimit, e cili ka ardhur me disa kosha rradhasi, duhet thënë një saktësi e madhe Beslidjes dhe në gjuajtjet për 3 pikë, patjetër që në radhë parë mbrojtja e tyre që ka bërë diferencën, e ka kufizuar shumë skuadrën e Teutës, pra vetëm në 10 pikë, ndërkohë që edhe ekzekutimi në sum ka qenë shumë i saktë, ka qenë një ekzekutim pra i shpejt, dhe do thojë edhe me një përqindje të lartë në gjuajtjet për 3 pikë. Hysa ka shënuar 4 3 piksha. Edmonds që e shohim në ekran ka shënuar disa kosha poshtë koshtit, pra nën tabel, i fortë, i fuqishëm. Gjithashtu dhe lojtarë të tjerë, pra që edhe Lilaj, pra që hyri nga Stoli dhe ai shënoi, ashtu si Hamati, dhe Powell një 3 pikë. Pra duhet thënë që përqindjet janë shumë të larta të realizimit. Megjithatë, Teuta duhet dali nga kjo vështirësi përballë mbrojtjes së sotme të Beslidjes, që duhet thënë Beslidja vërtet ka marrë masa shumë të mira sot krahasuar me ndeshjen para 4 ditësh e vlefshme për Ligën Unike. Ne po shohim disa nga aksionet më të mira të periudhës së parë, ndërsa do të kujtoje pak disa prej statistikave, pra deri tani është me 12 pikë Hysa, i cili siç e përmenda është 4 nga 4 në gjuajtjet për 3. Edhe Edmonds është mirë në gjuajtjet për 2, edhe ai është 4 nga 4, është me 9 pikë sepse ka shënuar edhe një gjuajtje të lirë. Dhe lojtarët më shumë të që kanë dalluar tek Beslidja, po kanë shënuar të gjithë, dikush 3, dikush 4 pikë. Dhe tek Teuta pak më varfër do thoja është Powers që ka shënuar 5 pikë. Kjo është sa i përket pra periudhës së parë. Ndërkohë veçantë do thoja për 2 pikë skuadra e Beslidjes është 72%, dhe për 3 pikë është 100%, 5 herë që ka tentuar, të 5 herët ka shënuar Beslidja në gjuajtje për 3 pikë. Gati për të nisur periudhën e dytë. Sulmi takon Beslidjes dhe ka marrë organizimin Prodani. Shohim Prodani. Jako vjen shpejt pasimi aty tek Lilaj. Powell që në fund ka quar tek Lilaj, provon dhe 3 pikshin, nuk shënon, por Tomer ka marrë Powell në tabel. Gazhdani, edhe Hysa. Ajo çfarë ka bërë, duhet thënë, Beslidja në 3 vitet e fundit. Në 3 vitet e fundit, që në vitin kur u fut rregulli pra për lojtarët vendor, edhe më tej u hoq. Ajo çfarë ka bërë Beslidja është ajo çfarë kanë bërë dikur skuadra shqiptare që luanin për vite me radhë me të njëjtin grup. Dhe kjo ndihmonte shumë, funksiononte jashtëzakonisht shumë, sepse gjithçka konsolidoi mes tyre, edhe skemat, edhe veprimtaria në mbrojtje, edhe të gjitha bashkë, dhe puna e trajnerit pra bëj patjetër më
më e kuptueshme për lojtarët e Beslidhe pikërisht këtë ka bërë, ka mbajtur të njëjtën përtham për vite me radhë tani, pra Hysa, Hamati e të tjerë dhe ka shtuar pra lojtarët huaj për të cilët është munduar të mbaj të njëjtë lojtar, por ndoshta jo gjithmonë, megjithatë bërthama ka qenë me lojtarët vendor dhe tashmë për 3 vite me radhë janë të njëjtit lojtar vendor që le të themi kanë konsoliduar lojën e tyre. Hysa do të ulet, në vend të tij është Stokes. Skuadrat e tjera kanë patur pra ndoshta një ndryshim shumë të madh të lojtarëve, gjithashtu dhe Tirana, do thoja, deri diku Vllaznia, pra kanë mbajtur të njëjtin grup të vendorëve. Madje Tirana këtë vit ka marrë dhe lojtarët e huaj që kishte vjet, në një farë mënyre ka dashur pra të konsolidoj atë që përmenda lojën e tyre. Ndërkohë që skuadrat e tjera ndoshta kanë bërë ndryshime dhe më të mëdha, duke larguar 5-6 lojtar, 7 lojtar në fund të kampionatit, gjë që nuk e ndihmon shumë as trajnerin dhe as vetë ekipin. Këtu ndërkohë gjuhet e lira tani për Memçaj. Ja dhe dyta e sakt, pra 1 nga 2 shënon ai. Diferenca mbetet me 23 pikë në favor të Beslidhjes. Këtu për ka Prodani. Stokes. Aty poshtë Grashdani, gjuan dhe ka faul tek Grashdani. Gjuhet e tjera pra për Grashdanin. Të kujtojmë që në bazë të statistikave vjet në play-off, jo në Final Four, por në play-off, në finale, ai u shpall dhe lojtari më i mirë i finaleve. Ja dhe gjuhet e dytë. Shënon. Pra 36-11 rezultati. Të mërka tani Goz. Shpejt Gorea. Bukur aty. Depërtimi, por gjyqtari thotë që ka një faull më përpara. Në dëm të Wright. Do të ketë 2 gjuhet e tjera. Pasak të para e Wright. Du thënë që të gjitha skuadrat, po thuajse të gjitha skuadrat në Superligën e Meshkujve janë me 3 të huaje sipër. Madje ka skuadra që kanë arritur deri në 5-6 amerikan në ekipet e tyre, mund të jenë dhe në mesin e tabelës apo dhe më poshtë, por prap kanë shumë të huaj. Gjuhet e Grashdanit, jo e sakt. Mos parveshje këtu e lojtarëve të Teutës dhe topi ka dalë jashtë, i takon edhe një herë Beslidhjes. Dhe marë Prodani rivënjen e topit nga vija nësore. Stokes. Prodani shkon të rinë për tek Powell. Provon për 3. Nuk shënon. Nuk shënon. Ai fillim i shpejt i mirë i periudhës së parë, duke sigur ka frenuar deri diku për Beslidhjen. Pasi në 2 minuta ka shënuar vetëm 2 pikë tani. Këtë duhet ta shfrytëzoj Teuta. Far hapa direkt e ka dhënë gjyqtari, hapa. Do të bëj gati një zëvendësim Teuta, do të aktivizoj tani Kamenicën. Grashdani. Ja depërtimi i Lilajt. Ndërkohë që topi ka dalë sërish jashtë, pra janë në disa momente jo fort të mira për Beslidhjen. Dhe krau tjetër pra Teuta nuk është se ka bërë ndonjë sforca të madhe për të përfituar. Pasi dhe ata vetëm 2 pikë kanë shënuar në këtë periudhë. Është hyrë ndërkohë Far dhe në vendin e tij është Kamenica. Gorea, Goz. Edhe herë tek Memçaj, i cili provon, jo, pason në fund e Kamenica, gjuan për 2, nuk ka shënuar. E ka marrë tani Lilaj. Shohim depërtimin e tij dhe ka faull në fund.
Ka faull në fund, kërkojnë edhe hapa nga stoli i Teutës. Dy gjuhet e lira. Duhet thënë formë fizike Lilaj, në formë mjaft të mirë fizike, edhe me kombëtarën është paraqitur mirë. Ndërkohë që është ulur Grashdani. Është rikthyer edhe një herë Edmonds në lojë. Shohim Lilaj pra përmenda në një formë fizike mjaft të mirë. Duket pra që ka humbur pesh edhe me kombëtar në paraqit mirë. Por kujtoj pak edhe në Superkup me Vllaznin u paraqit shumë mirë. Ja dhe një. Goz. Memça i cili po provon të ndërtoj, aty gjuan për 2 dhe sakt shënon 37-14. Prodani dhe Stokes i shpejt shumë. Aty në fund gjuatja dhe nuk ka shënuar Lilaj. Goz pason tek Gorea. Gorea me një tek Wright. Edhe një Goz. Merë kraun e majt. Ndërkohë që pason tek Memçaj. Depërton sërish Kodrani dhe sakt 4 pikë radhës i ka shënuar. Beslidhja kërkon pushim tani. Kërkon pushim. E përmenda nuk është ndoshta aq mirë sa në periudhën e parë, sepse kanë kaluar 3 minuta, ka shënuar vetëm 3 pikë Beslidhja. Deri diku e ka ulur diferencën Teuta, megjithatë duhet shënojnë pak më tepër që të ndihet vërtet kthesa e tyre. Rezultati 37-16, pra dhe ata vetëm 6 pikë ka shënuar në këtë periudhë, në këto 3 minuta. Pak më të gjallë, pak më ndryshe janë, pra lojtarët e Teutës. Ndërkohë që Beslidhja duke nisur rotacionin, besoj e ndjeu. Periudhën e parë ishin vërtet mirë me titullarët dhe ata normalisht duke qenë se ka luajtur dhe para 3-4 ditësh duhet në një moment të pushojnë. Bilali pra ka ulur Hamadin, Hysën dhe mendoj që është ndjer. Uli dhe Edmonds. Dhe pikërisht atyre momenteve do është ritmi i tyre sidomos në shënim ra. Gati për të rikthyer pra, nga një pushim ka marrë secili trajner, tani e kërkoi Beslidhja më tepër për të shkundur pak të tijet Bilali, diferenca ka shumë mirë, absolutisht plus 21 pikë. Dhe është një avantazh ky që në periudhën e dytë është absolutisht shumë, nuk rrezikon asgjë, është shumë komod me këtë avantazh. Mirë po, nëse Teuta nis një parcial, atëherë ai është i pari që merr masa. Shohim tani, Prodani. Powell tek Edmonds. Edmonds aty poshtë dhe foul. Foul nga Kamenica. Nuk do të aktivizoj far tani. Ne shohim pak edhe Milatovicin që po i vërtet lojtarit e tij e ka ndruar me njëherë, ja ku është sepse kam përshtypjen që i ka kërkuar diçka tjetër pra Kamenicës për mbrojtjen ndaj qendrës, ndaj Edmonds. Mirë po, Milatovic gjithmonë ka qenë një trajner me kurajë që i ka aktivizuar dhe i ka dhënë minuta djemve të rinj. Pra 38-16 rezultati. Powers. Powers, topi tek Memçaj. Ndërkohë që topi ka humbur, ja ka vjedhur Stokes. Stokes vet depërtimin nuk ka shënuar. Edmonds aty poshtë realizon me tabel. Edhe një herë sakt. Duke quar 40-16 tashmë. Memçaj. Kthehet lart tek Far. Ndërkohë Far pason tek Powers.
Powers, Gjuan për 2, nuk ka shënuar, e ka marrë Edmonds. Shko me herë tek Lilaj. Lilaj dëbërtimi me të majtën, nuk shënon, por aty poshtë është Powell, i cili ka realizuar 42-16, gati 2 ndrime tjera Beslida tani, është Alimani dhe Hamati gati për lojë. Ndërkohë ka ndaluar loja me sa duket, gjyqtari thotë që ka patur një problem të kronometër. Ulen Lilaj dhe Powell. Hamati në lojë bashkë me Alimanin. Futet topin e lojë, e ka marrë Wright. Wright tek Powers. Pas blokut. Kalon me herë të Korea. Korea i cili i dëmërton dhe ja kanë vjedhur topin, derisa në fund kundër sulmi nis me Alimanin. Totalisht në cemin tjetër për tek Stokes për 3, sakt shënon Stokes. Dhe ka qurë në 45-16, 5 minuta kanë mbetur nga periudhë e dytë. Janë të komem qaj. Nuk shëron Edmonds. Hamati e kalon aty tek Edmonds. Gjuan dhe shënon. Shënon 47-16. Ka përshtypjen që e vullosi fitoren Beslida që në pjesën e parë. Gati për të hyrë në lojë tani Kamenica për ekipin e Teutës. Do t'ulet Gorea. Shënon Edmonds. 48-16. Udhëheq Beslidja. Kamenica. Ishte Wright, pason tek Powers. Ja dhe gjuajtja për 2, sakt shënon Far. 48-18. Ndërkohë dhe një Prodani. Kërkojnë foul zone, por gjyqtari thotë që është vetëm devijim, pra nuk është zotërim për foul zone. Aty poshtë tek Edmonds. Stokes, vjen gjuajtja e pasakt. Gati dhe hysa për lojë tani për Beslidjen. Memçaj provon 3 pikshin e Gjuan, nuk ka shënuar. Ndërkohë që topi Gedal jashtë i takon edhe njërë Teutës. Shohim hysa dhe këtë do të aktivizohet. Pra do të zëvendësohet me Prodanin. Nga vija fundore tani e fut Memçaj. Topi që shkon aty poshtë tek Far dhe realizon mirë për 2. Plus 28 pikë udhëheq Beslidja. Alimani. Topi poshtë tek Hamati. Hamati çon tek Hysa. Hysa provon për 3. Dhe sakt. Sakt shënon 3 pikë shiti 5. Hysa kujtoj nuk ka humbur asnjë tentativë për 3 pikë. 5 gjuajtje, 5 kosha për 3 pikë. Dhe rezultati 51-20. Kamenica provon për 2, Gjuan. Nuk shënon, po gjyqtari ka parë një faull. Ka parë një faull pikërisht nga Far. Kështu që sulmi takon edhe një herë Beslidjes. Mirë, duke qenë se është plotësuar numri personaleve, do të kemi gjuajt e lira tani. Gjuajt e lira për Stokes.
Është një ndeshje e cila na rikthen në memorje pikërisht finalet e majit që ishin të fituara thellë nga Beslidhe përballë Teutës. Gati për Teutën do t'jetë edhe Lito. Shënon Stokes, 52-20. Shojmë tani ndrimin cili do t'jetë Lito në lojë dhe do t'ullet Wright. A dëshim që dallohen amerikanët e Beslidhes 8 cilësor krahasuar me lojtarët e huaj të Teutës. Është një kampionat i cili pra duket edhe këtë vit do të shkojë ndoshta në të njëjtën mënyrë me një dominim total të Beslidhjes. Është një skuadër e cila tashmë është në vitin e 4 që po investon në mënyrë konstante, do thoja. Si tek lojtarët vendas, pra tek lojtarët e kombëtarës, ashtu dhe të huajt. Sepse duhet të kujtojmë që në grumbullimin e fundit që ka patur kombëtarja në ndeshjen që ka luajtur me Kosovën në Shkodër, nga kampionati shqiptar kanë qenë, kujtoj, vetëm 4 lojtarë dhe 3 prej tyre kanë qenë nga Beslidha. Pjesa tjetër ka qenë pra nga jashtë, më së shumti Itali dhe Greqi. Dhe patjetër që ky është ai investimi i cili vijon pra çdo vit. Ajo çfarë Beslidhe kërkon të bëjë këtë vit është përveç kampionatit ta arrijë, pse jo deri në finalen e Ligës Unike, do të jetë e vështirë me skuadrat e Kosovës që janë si gjithmonë me buxhete shumë më të larta se skuadrat e Shqipërisë. Megjithatë, e përmenda, kjo skuadër është tashmë konsoliduar, është një grup vërtet shumë i mirë. Duhet thënë që të huajt që ka patur vjet shumë cilësor janë zëvendësuar këtë vit me lojtar të huaj po kaq të mirë, do thoja. Pas Beslidha vjet ka patur lojtar shumë interesant, huaj që të gjithë mëtej kaluan në kampionate shumë të fortë, do thoja, në Itali, Gjermani e të tjerë. Gerg, një super lojtar, pra që luajti vjet në kampionatin tonë. Ndërkohë, ka shënuar Hamati direkt 54-20. Ja ndërkohë Far, shikoni çfarë luftë bën Beslidhe në mbrojtje, pavarësisht kësaj diference. Nuk ka faull këtu tek Memçaj, topin e ka Stokes. Vet Stokes dëvërton sakt 56-20. Lito, Memçaj, edhe Lito, shkon te Kamenica, Far, i thiri Gjuan, nuk ka shënuar, e ka marrë tani Amati. Stokes, Edmonds, edhe poshtë e ka Amati, kalon tek Hysa. Hysa e kthen tek Stokes. Ndërkohë ka një faull në sulm aty poshtë në atë përplasje të Hysës. Duhet jetë faulli i dytë mos gaboj për Hysën. Dhe sulmi takon tani Teutës. Do tani së Lito këtë aksion. Jemi në më pak se 2 minuta nga perioda e dytë. Far. Shkon dhe lartë tek Powers. Powers poshtë tek Kamenica, Gjuan dhe ka shënuar
ka shënuar. Mjaft mirë, vjet është paraqitur shumë mirë në kampionatin U20 Kamenica. Ja dhe Edmonds. Ndërkohë që top që është devijuar me këmbë ka përfunduar jashtë. Gorea tani në lojë. Do të zëvendësohet me Memçaj. Bëhet gati edhe Goz ndoshta për tyrë në lojë tek Teuta. Ndrohet Memçaj. Patjetër që ka hasur në një mbrojtje shumë të ashpër fizikisht. Dhe shënon sërish Hamati. 58-22. Powers. Shohim Powers. E ka të vështirë të çajë mes dy lojtarëve të Beslidhjes dhe provon këtë 3 pikë nga larg, sakt shënon. 3 pikë interesant këtu nga 1 metër larg, vizë 3 pikë 58-25 udhëheq Beslidhja. Ndërkohë Limani. Edhe i provon 3 pikë, sakt shënon. 61-25. Shumë ka shnuar Beslidhja, zakonisht shumë. Me këtë curi do të shkoj sot mbi 120 pikë me shumë mundësi. Ndërkohë faull te Gorea. Gati Powell, shtullur hysa tek Beslidhja. Gjuhet e lira tani për Gorea, 24 sekonda kanë mbetur, aq sa për një sulm të plot pra për Beslidhjen, për të mbyllur këtë pjesë të parë, e cila ndoshta që në këto 20 minuta të para ka treguar shumë për përfundimin e kësaj ndeshjeje. Ja dhe e dyta e sakt shënon 61-26. Stokes. Powell, ndërkohë që topi takon Teutës, janë 13 sekonda. Ka marrë tani Lito. Powers. E mban ndoshta gjatë dhe hedh një top drejt koshit sepse nuk kishte kohë, në fakt koha ka mbaruar, por gjyqtari ka parë një faull më përpara. Ka marrë 3 gjuhët e lira. Ndërkohë që në kronometër shohim ka 0.5 sekonda, 50-ët. Tre gjuhët e lira për Powers. Nuk ka shtuar të parën. Shohim e dyta, e pasakt, pak nxitim nga ana e tij. Ja dhe gjuhët e tretë. Nuk shëron e çuditshme, asnjë të treja dhe mbyllet pjesa e parë, asnjë të treja Powers. Dhe kështu përfundon pjesa e parë 61-26. Një shkëputje shumë e madhe Beslidhjes, e pabesueshme krahasuar me ndeshjen e para 3-4 ditëve ku pra Beslidhja ka fituar me shumë pak pikë, me vetëm 11 pikë diferencë krahasuar me këtë sotun. Megjithatë, shohim në pjesën e dytë nëse do të ketë ndonjë ndryshim nga skuadra e Teutës. Ndërkohë do të kemi pak shkëputje, pak pushim dhe më tej pjesa e dytë Beslidhja Teuta.
Ndoshta sa shënqet. Përshëndetje dashur telespektator, sot tek Merrjep Aslani kemi 3 të ftuarit tanë. Pra, Deana, Eni Bytyçi dhe Piditi ose Elfi. Le të fillojmë me të ftuarin ton të parë. Atëherë, pyetje nga publiku, la të lexojmë nga Facebooku. Pyesin. Deana, si u ndjeve sot me bizhame? Në fakt nuk një gabim tonë sot nuk kisha bizhame. E vërtet, pyetje provokative nga Facebooku, pyetje provokative. Regjia fokusohet këtu dhe regjia. Eni Bytyçi, një pyetje për ju. Kishit veshur disa bizhame. Si u ndjet? Super, sepse ishte ideja ime të veshur të jesha mirë. Bravo. Pyetja radhën për në kohë skuadrave për të patur një mini fazë përgatitore në janar. Normalisht dhe për të kaluar ndoshta këto javë disi të ftohta që në sallat tona ndjen shumë dhe sot në Aslan Rusi ndjehet. Gjithmonë dhjetori është i tillë. Por sidoqoftë për Beslidjen kjo nuk ka patur, do thoja, ky faktor nuk ka qenë asnjë moment problem sot ndaj Teutës. E ka nisur që në periudhën e parë me një shkëputje të madhe, e kanë fituar periudhën e parë 34-10. Ndërkohë aktualisht rezultati 61-26 udhëheq pra Beslidja pa shumë sforca, do thoja. Ndërkohë që sa i përket disa prej statistikave, kujtoj perioda e dytë pra përfundoi 27-16, një ndoshta rënje lehtë e pikëve të Beslidjes, por shumë e lehtë krahasuar me çfarë ndodh në krahun tjetër. Ndërkohë që sa i përket lojtarëve dhe të dhënat e tyre individuale, Edmonds është me 15 pikë. Ndërkohë që Hamati është me 6 pikë, 5 topa tabel, Alimani 5 pikë, Hysa me 15 pikë, është 5-5 të gjuajtur për 3 pikë. Hysa nuk ka humbur asnjë tentativë për 3 pikë, por nuk ka gjuajtur asnjëherë brenda në zonë. Ndërkohë gjithashtu është edhe Stokes me 8 pikë dhe ai ka bërë lojë të mirë. Pjesa tjetër më pak, do thoja, në shënim, megjithatë të gjithë kanë shënuar nga pak tek skuadra Beslidjes. Sa i përket skuadrës së Teutës, lojtarët që deri diku janë dalluar janë kujtoj Powers me 8 pikë, është Memçaj me 7. Pak e çuditshme ajo që ndodhi në fundin e pjesës së parë për që ai humbi të 3 gjuetet e lira. Po sidoqoftë nis tani pjesa e dytë 61-26, Beslidja që thjesht duhet të menaxhojë këtë çfarë ka arritur deri tani dhe do të jetë okay deri në fundin e takimit për ta siguruar pra këtë fitore dhe për të vazhduar rrugtimin e tyre pa humbje. Kujtoj që vjet Beslidja ka patur në sezonin e rregullt vetëm një humbje, parvjet asnjë humbje. Nëse kujtohet, madje parvjet duke fituar edhe titullin në finale përballë Teutës, e mbylli sezonin me 27 ndeshje, 27 fitore. Ndërkohë që vjet pati një humbje Beslidja me Vllaznin, ndeshjen e parafundit të sezonit të rregullt, por me vetëm 2 pikë diferencë. Nëse kujtohet, 86 fitonte Vllaznia këtu në Tiranë. Ndërkohë që këtë vit deri tani nuk ka psuar humbje. Është një ecuri mjaft mirë, e filloi me fitoren në Superkup me Vllaznin, edhe në Ligën Unike pra vijon me fitore, pra pa humbje, dhe në kampionatin shqiptar. Pra në Super League shohim Lilaj Gjuan nuk ka shënuar. Topi tabel tani nga Memçaj. Memçaj i cili e udhëheq vet. Në fund e ka pasuar tek Powers. Shumë i fort pasimi, shumë i fort, përfiton Powell. Edhe vetë shënon për 2, realizon. Gjashtë 26.
E ka marrë tani Powers. Memçaj, por topi ka dalë jashtë më përpara, ndërhyrje e mirë e mbrojtjes e Alimanit. E Prodanit korrigjoj, pra e ka nisur peshën e parë Beslidhe pa Hysën. Gjithashtu pa Hamatin dhe pa Edmonds. Pra le themi që në një farë mënyre ka bërë një gërshetim të formacionit të parë me të dytë. Ja Prodani, shpejt, shënon me tabelë, realizon. Pasi kujtojmë që e ka nisur me Lilajn dhe me Grashdanin, me Powell, Alimanin dhe Prodanin. Kjo është peshë e parë tek Beslidhe në fillimin e kësaj periudhe, ndërkohë Teuta vijon me formacionin e parë siç e ka nisur që në fillim. Shumë tani nga vija fundore. Sulmi i Teutës është me 11 sekonda. Ja ku është gjuajtja e Powers e pasak. Gorea ka marrë topi tabel dhe pason aty në krahun tjetër. Powers provon për 3, sak shënon. Shënon për 3, 65-31. Ja ku është Prodani. Pasi poshtë fare lehtë për Lilajn, realizon. E ka marrë dhe njërë Memçaj. Kalon shpejt aty tek Lito. Edhe njërë hamet lartë, Far, Gjuan. Nuk shënon. Luan shumë thjesht do thoja Teuta. Jo ndonjë ndërlikim i madh sa i përket skemave të tjerë. Ja dhe gjuajtja e Powell shënon. Powell pra vjet u aktivizua me Teutën. Ishte një nga zbulimet e vjetshme. Vjet Teuta ka patur 4 amerikan shumë të mirë që e quan dhe deri në finale. Këtë vit pak më ndryshe do thoya përforcimet. Powell, Alimani, Gjuan për 3. Ndërkohë që e ka marrë tani Memçaj, 70-33 rezultati. Powers. Shohim Powers përballë Lilajt. Ja dhe gjuajt e tij në fund ka marrë ndoshta një kontakt aty me Lilaj, megjithatë faull nuk ka patur. Prodani, Grashdani, debërton në sakt 72-33. Ka marrë tani Powers. Ja dhe Lito, Gorea. Po debërton Powers, topin e cep, vjen gjuajt e Goreas për 3, sakt shënon. E ka 3 pikën e tij të dytë sot. 72-36. Ja dhe njërë Prodani. Grashdani, poshtë tek Lilaj. Lilaj kthehet për 2, sak shënon. Kujtojmë që Lilaj në të kaluarën ka luajtur me Teutën. Merr tani Gorea. Ja dhe depërtimi, edhe sak shënon Far, duke sigur bëhet pak më e thjeshtë për Teutën për të shënuar tani. Prodani. Alimani. Kalon te Grashdani, aty poshtë topi dhe kthehet shpejt për Lilajn. Nuk shënon, betejë mirë aty në tabel, përfiton këtu Memçaj shpejt, nxiton përpara, por ka marrë një faull në fund nga Grashdani. Do të ketë 2 gjuhë lira Elian Memçaj. Tu është pra goditje në fund që ndoshta shkoi në kundër kohë Grashdani. Pesë minutë që kanë rrjedhur shpejt do të thoja të kësaj periudhe të tretë. E shëron të parën Memçaj. Kjo që java e fundit e Superligës është mjaft interesante për sidomos skuadrat vendase mund të përfitojnë nga kjo javë e fundit. Kujtojmë që Vllaznia pret Kamzën, luhet të dielën. Ja dhe gjuajtja e Lilajt nuk ka shënuar. Elbasani pret Tiranën.
Teuta pret Skënderbeun, Pogradeci pret Partizanin. Kjo do të jetë një ndeshje fort. Flamurtari pret Beslidhjen dhe Fieri Basket përballë Apolonis, dy skuadra fjerake përballë njëra tjetrës në javën e fundit të fazës së parë. Grazhdani ka kërkuar këtë zhytje, nuk ka shënuar. Ecë përpara tani Memçaj. Ja depërtimi i tij dhe sërish ka faul. Dy gjuhë të lira do të kemi edhe një herë për Memçajn. Gati për të futur Wright. Është ulur Lito. Gjuhë të lira për Elian Memçajn. Saktë të parën. 74-43. Një farë ndoshta përmirësimi i Teutës në periudhën e tretë në shënim në këto 5 minuta të para, diferencën e kanë ulur disi. Dhe ja, të dy ka shënuar Memçaj, plotësisht 30 pikë diferencë, 74-44. Ndërkohë Prodani. Prodani cili pason të Kalimani. Aty Grazhdani, ka kaluar tani aty për Lilajn, i cili shpesh e kemi parë të marri topin edhe nga jashtë zone, pra të luaj një lojë që ai në fakt edhe vjet preferonte ta luante tek Tirana, që të luante edhe për 3, po të luante edhe 1-1 nga jashtë zone. Dhe në fakt edhe sot ja ka dalë, sepse pavarësisht shtatlartësisë ai ka një farë shpejtësie që me mbrojtjen e tij direkt gjithmonë përfiton dhe kalon në 1-1. Shohim tani Far. Shumë mirë pasimi aty poshtë, Wright bllokohet, e ka marrë një herë, pasi poshtë tek Powers dhe me pak fatje dalin të shënojnë. Kështu ulet edhe një herë diferenca 74-46. E ka marrë tani Grazhdani, ai lë tek Prodani, i cili ka kaluar të herë tek Lilaj. Lilaj që po depërton, nuk ka faul kundër sulmit të Teutës, ecë përpara Powers, shkoni sa shpejt. Powers nuk ka kosh, po do të ketë dy gjuhë të lira. Pak nervoz Lilaj, po i drejtohet gjyqtarit për këtë rastin e fundit, për këtë të shtyrën e fundit. Ja e shikoni pra debatin mes të dyve, Lilaj dhe gjyqtari, që ai po mundohet të ta qetësoj, por Lilaj ka disa sekonda i cili po debaton pra për të shtyrën e fundit në depërtim. Ja i shihni besoj në sfond. Ka përshtypjen Lilaj shumë nervoz dhe gjyqtari nuk po ja del ta qetësoj. (74-47). Prodani, dalon për 3, nuk ka shënuar. Edhe faul. Faul, Grazhdani faul. 74-47, ulet disi diferenca, 3 minuta kanë mbetur nga kjo periudhë e tretë. Teuta në një farë mënyrë po luan thjesht më qetë, nuk ka se çfarë tumbasi tani me këtë diferencë. Dhe duke luajtur pa në impresion të madh, sulmi i tyre po sjell pikë. Saktë parën Powers. Ja ndërkohë dhe dyta e saktë. Po tregojnë saktë dhe tek gjuhët e lira lojtarët e Teutës. 74-49. Të mërkat tani Prodani. Prodani që ka hyrë në zonë, pasi të poshtë Grazhdani dhe saktë për 2 shënon. Sulmi dhe një për Teutën. Me Powers. Dalon për 3, jo nuk gjuan. Far. Edhe erë tek Memçaj. Memçaj luan 1-1, hapësirë ka pak trajektore lartë dhe saktë shënon për 2. Shënon për 2, e mbyll vetë totalisht këtë sulm 1-1. Tu dhe një Prodani.
Dani si po provon tani depërtimin. I shpejt, edhe një herë ashtu si pak më parë me tabel, realizon 78-51. Nisë tani Powers. Shohim Powers, kthehet deri tek Memçaj. Aty ndërkohë Wright gjuan për 3, nuk shënon. Merret nga Lilaj Tomi tabel. Lilaj kalon 2 vet dhe këtu ka faul nga ana e Far, do të ketë 2 gjuhë të lira. 2 gjuhë të lira për Lilaj. Po bëhet gati tani Stokes tek Beslidhja dhe Kamenica tek Teuta. Do t'ulet Prodani. Gati dhe Hysa. Mbeten 1 minutë e 57 sekonda nga perioda e tretë. Hysa ndrohet me Alimanin. Ndërkohë është ulur Far pra tek ekipi i Teutës. Gati dhe Hamati, 3 zëvendësime, kthehen tani Bilali, po edhe Edmonds, po thuajse gjithë formacionin e ka ndruar. Kthehet Edmonds, kthehet dhe Hamati në fush, ulet edhe Grashdani me Lilajn. Lilaj shumë nervoz dhe Bilali është duke munduar ta qetësoj pikërisht për një rast pak më parë që ai debatoi edhe me gjyqtarin për një faul që gjyqtari nuk e dha. Duke sikur Lilaj ende ka pikërisht me atë episod, me atë moment. Ndërkohë, topin e ka tani Hamati. Shkon tek Hysa. Hysa pasi shpejt, por jo i sakt. Gorea kalon një herë tek Memçaj. Memçaj po provon të luajë 1-1 me Hamatin, pasin poshtë. Nuk e arrin dot Kamenica. Edmonds. E topi del jashtë takon Teutës. Pra ka futur edhe një herë gjithë formacionin e parë. Beslidhja duke menduar pak që u shkëput shumë dhe ndoshta nuk do i kthente më në lojë. Por si do qoftë besoj dhe pak minuta ai do t'ja jap mundësinë të luajnë. Pra Bilali, do ka Powers. Aty për 3 e pasakt nga Gorea. Dhe në fund ka dalë vetë jashtë Wright me gjithë topin. I takon edhe një Beslidhjes 1 minutë pra ka mbetur nga kjo periudhë e tretë. Pra duhet kuptuar si luan Teuta përballë 5 së parë tani, krahasuar me këto minutat periudhës së tretë që po luante praktikisht me 502 të Beslidhjes. Stokes provon për 2, sakt, sot është vërtet në formë shumë mirë Stokes. Ja dhe Gorea. Powers. Të ka dalë jashtë, por i takon Teutës me 15 sekonda. Alimani në loj, Powell do t'ulet tek Beslidhja. Tani është plotësisht gjithë 5 e parë, pra kështu e nisi Beslidhja ndeshjen. Kamenica, aty Wright poshtë, blokohet dhe ka hapa, po faul, sepse Wright ka rënë me gjithë top në parket. Prandaj dhe e përmenda pak më parë që Teuta vjet, ndoshta edhe par vjet, po sidomos vjet ka patur, lojtarët e huaj i ka patur shumë të cilësor. Stokes. Hysa. Ja ndërkohë Edmonds. Nuk shënon, Kamenica e ka marrë. Pasi tek Wright me njerë tek Powers. Sakt, çfarë efekti dha topi në fund. Ka shënuar për 2, ndërkohë që ka dhe një gjuhë të lirë. Shumë interesante mënyra se si depërtoi ai mes 2 lojtarëve të Beslidhjes, por dhe efekti në fund që i dha topit atë rrotullim që më tej përfundoi në kosh, vërtet bukur. Edhe një gjuhë e lirë, pra 81-53, 20 sekonda kanë mbetur nga perioda e tretë. Por Powers ka një problem me gjuhët e lira, nuk e di pse nxitohet kaq shumë. Ja ku është tani Stokes. Hysa. Ndërkohë që do të kemi faul për gjuhë, jo, nuk do të ketë gjuhëte sepse është vetëm falli i dytë i Teutës.
Pra, nga vjenësore, 9.8 sekonda janë. 9.8 sekonda, e ka marrë Edmonds lartë. Hysa aty të Kalimani dhe blokohet, por gjyqtari thot që ka kosh, nuk janë dakord. Nuk janë dakord, ne do ta rishojmë edhe njerë, mendoj që mund të ketë një nxitim nga gjyqtari këtu. Reagojnë nga stolit e udhës, sepse, kujtoj, gjyqtari ka dhënë 2 pikësh, duke qenë se bloku është, nuk dallohet fort qartë këtu pra për të kuptuar nëse topi është blokuar para se sa të prekte tabelën apo mbrapa. Ndërkohë Kamenica dhe mbyllet kjo periudhë 83-53. Por ja, shikojmë edhe një herë, ky është momenti, mendoj që bloku ka qenë pak më përpara. Mendoj që është nxituar gjyqtari. Edhe një herë i lutem regjis për pikërisht këtë përsëritjen e fundit, këndin e fundit, ja kjo e tregon shumë qartë, shikoni, gjuajtjen, është bloku më pas topi prek tabelën. Pra, mendoj që është nxituar pak gjyqtari, nuk duhet ishte akorduar 2 pikësh në këtë rast, sepse është kontakti i mbrojtësit me topin përpara se të prekë tabelën, prandaj nuk duhet ishte dhënë 2 pikësh. Ndërkohë, ja, të posqarojnë me njëri tjetrin 3 gjyqtarët. Pra, sipas rregullit, kur topi prek tabelën dhe më pas po shkon pra drejt koshit, kur prek tabelën nuk mund të është edhe një. Nuk mund të ndërhyjë më mbrojtësi mbasi prek tabelën. Por në rastin konkret që ne e shohim përsëritur, duket që mbrojtësi ka ndërhyrë pak përpara se sa të prekë tabelën, prandaj nuk duhet ishte akorduar. Ja dhe një herë, kjo është përsëritja edhe më e mirë akoma që tregon se është ndërhyrë tek topi, pastaj topi ka shkuar në tabelë. Prandaj nuk duhet ishte akorduar 2 pikësh. Mëtej, nëse gjyqtari e ka akorduar sepse dora e lojtarit ka prekur tabelën, ajo është tjetër çështje, por ai e ka dhënë pra si ndërhyrje në trajektorin e topit që po shkonte në kosh. Mendoj që bloku ka qenë i rregullt. Si do qoftë, rezultati 83-53 nuk ndryshon asgjë në rezultat, thjesht që në reagimin që pati Teuta, mendoj që pati të drejtë. Ja, vazhdon ende Milatovic duke kërkuar të drejtën e tij. Absolutisht problemi madhor në sallat tona është që nuk kemi instant replay, pra për ta parë gjyqtarët përsëritjen e aksionit dhe për të kuptuar vërtet se si ka qenë, sepse regjia pra ne na tregoi 2 përsëritje shumë të qarta që e tregonin mirë ndërhyrjen tek topi pra në blokun e mbrojtjes. Kështu pra 30 pikë diferencë, periudha e 4. Mendoj që Beside ka siguruar këtë fitore që në periudhën e parë, që u shkëput me 20 pikë, e mbylli me 24 pikë periudhën e parë, dhe që aty mendoj Teuta nuk kishte më shanse për ta përmbysur. Shohim tani se si mbyllet krejt takimi. Stokes, aty Edmonds! Ja dhe zhytja, ja dhe super aksioni Edmonds, që je bukuria dhe një ndeshje si kjo me 30 pikë diferencë. Çfarë fluturimi Edmonds, si gjithmonë. Ndërkohë gjuajtja Wright nuk shënon, është tani me 32 pikë diferencë. Shikoni edhe një herë. Shikoni sa ka kërcyer Edmonds me forcën që e karakterizon në zhytjen e tij, në kërcimin nga sa larg koshit. Ja dhe herë tani Hysa, i cili pason te Kalimani, edhe këtu gati zhytje. E tani Beside ka nisur ndoshta shfaqjen e saj të zakon në periudhën e 4. 87-53. Goz
Jaku vjen dhe jo, gjuajtje nuk ka, por Stokes nuk e zotron dot dhe topi ka dalë jashtë i takon deri Teutës. Gati ndrime tani tek Teuta, do të futet Memçaj. Do t'ulet Wright. Ka përshtypjen që Teuta do të ketë nevojë realisht në janar të hyjë në merkato për ndoshta pse jo për lojtar të tjerë të huaj. Topin e ka Memçaj nga vija fundore. Gorea. E ndërkohë, mbrojtja bën sërish një punë shumë mirë duke ja djegur të gjitha sekondat sulmit të Teutës dhe kështu. Tje dhe një për ta 8 minuta nga përfundimi. Ka marrë tani Stokes. Ja është edhe një Hamati i cili në tek Stokes. Bloku i vjen tani nga Edmonds. Stokes i cili po hyn në zonë, rrotullimi i tij, gjuajtja pa forcë. Topin ka marrë Gorea kundër sulmit, 3-1. Mirë, po Stokes ka vjedhur topi super i shpejt. Alimani. Hamati. Do të depërtoj Hamati vet, pasin tek Alimani, i cili provon për 2, nuk ka shënuar. Edmonds vet sakt realizon. Niset ndërkohë Powers. 89-53. Imagjinoni që Teuta pra ka shënuar në periudhën e tretë, aq sa që ka shënuar së bashku në periudhën e parë dhe dytë. 89-55. Pra kujtoj që në periudhën e tretë, ja ndërkohë dhe gjuajtje saktë e Alimarit në periudhën e tretë, si periudhë është fituar nga Teuta. Pas Beslidhe ka shënuar 22 pikë, ndërkohë Teuta 27 pikë në periudhën e tretë. Por duhet kujtoj që periudhën e parë dhe të dytë së bashku Teuta i mbylli me 26 pikë. Prandaj në periudhën e tretë shënoi më shumë se të dyja së bashku, e para dhe e dyta. Tani ka nisur prap do thoya sërish me vështirësi për Teutën periudha e katërt, pasi Beslidhe po luan me peshën e parë të plot. Ka shënuar vetëm një 2 pikësh. Ndërkohë tani nga vija fundore do të jetë një për Teutën me 14 sekonda. Jakush Powers. Provon far që nuk ka mundur dot të çaj. Stokes. Topin e ka. Stokes vazhdon vet, 4-2. Nuk e pason dot mirë tek Hamati. Ja dhe njërë Stokes lartë e kysa. Ndërkohë që pasi shkon të Hamati aty poshtë tabele, a i kthehet mirë dhe sak për 2 realizon. Edhe njërë, është Powers. Topi lartë sërish far Memçaj. Ndërkohë që ka një faul që në fillim të depërtimit, 14 sekonda, sulmi nis nga vija anësore. Ka nisur me njëherë me Powers. Besoj që tani Beslidhe ka momentin për të aktivizuar dhe djemë të rinj që zakonisht luajnë me U18-ën dhe U20-ën. Dhe zëvendësimi i parë është Bagaviki, ulet Hysa. Mendoj që nuk do të ketë më kthim pas për formacionin e parë të Beslidhjes, e ka siguruar fitoren prej shumë minutash. Pra në lojë tani Toni Bagaviki për skuadrën e Beslidhjes. Kujtoj që Beslidhja dhe në ndeshjet të tjera, madje dhe në Ligën Nike i ka aktivizuar 3 djemt që ka nën 18 vjeç. Edhe sot do t'i jap minuta Bilali. E ka marrë tani Stokes. Alimani. E ka marrë Bagaviki.
Të lartë edhe njerë të Stokes. Kalon të Hamati. Hamati si po provon me të majtën sakt shumë let. E kanë kthyer edhe njerë formacioni parë pra sërish tek 40 pikë diferencë, 96-57. Po, do të vazhdojnë ndrimet me të shikoj. Goz Gjuan. Ka shumë lojtarë shqiptarë që mendoj meritojnë të jenë në parket para 2-3 huajve që pash sot. Powers. Ja dhe gjuajt e Powers nuk ka shënuar. Ndërkohë Powers edhe një provon për 2, shënon. Pra gati do të jenë dhe 2 lojtarë të tjerë. 3 me sa duket do të krye 3 zëvendësime. 4 lojtarë ngre dhe kujtojmë. Do të futet Prodani, do të futet Lilaj Gazhdani dhe gjithashtu edhe Powell. Mendova që do të jepte pak minuta lojtarëve të tjerë të rinj. Pra Bilali, si të qofte ka Edmonds. Bagaviki. Është kthyer edhe një herë tek Edmonds. Provon 2 pikë, nuk e shënon. Memçaj. Aty dhe njerë të këfar. Provoj tani me kundërshtim, por ka faul. Ka faul në dëm të Bagavikit. 4 zëvendësime do të kryej Beslidhja. Ulen Hamati Alimani, Stokes dhe Edmonds. Futen Paul Grashdani, Lilaj dhe Prodani. Vetëm Bagavikën nga lojtarë që ishte. Teuta ndërkohë ka rifutur dhe njerë Kamenicën dhe ka ullur far. 96-61, drejt fundit është, më pak, 3 minuta 38 sekonda. Përfundimi krejt takimit. Lilaj. Edhe njerë Prodani. Vjen dhe gjualja e pasakt. E Bagaviki. Vion më tej Memçaj. Kamenica, hapa, ka hapa. Nise tani Prodani, pra po të shikoni asnjë nga trajnerët në pjesën e dytë nuk ka marrë pushim, diferenca ka qenë shumë e madhe. 3 minuta kanë mbetur. Prodani. Lilaj dubluar, pason mirë aty poshtë dhe sakt ka shënuar pra Bagaviki dhe do të ketë dhe një gjuajt e të lirë. Në 98-61. Janë ndërkohë dhe gjuajt e lirë. Nuk e ka shënuar, me që dhe i shënoj këto 2 pikë në kaq pak kohë sa i është aktivizuar, arriti të shënonte një kohë shumë të mirë. Bagaviki duke fituar dhe faul. Vjen ndërkohë dhe gjuajtja e Powers, nuk ka shënuar, ja dhe kundër sulmi tani. Bukur Prodani, aty në cep, Bagaviki do të provoj dhe njerë, për 3, sakt shënon, 101-61, Goz Memçaj. Pra me 40 pikë të plota diferencë sot Beslidhe përballë Teutës. Memçaj. Vjen gjuajta me të majtën, nuk ka shënuar. Minuta shumë mira këto të Bagavikit. Ja dhe topin tabel pra organizon ai, ndërkohë Lilaj. Pasi po shumë i mirë për Powell. E kanë shumë të lehtë tani. Thjesht shumë të lehtë. Ndërkohë Powers. Edhe faul. Ka faul, Powers do të ketë gjuajt e të lira. E vërshëllen Balliu. Ndërkohë që Wright do të ndroj me sa duket pikërisht Powers, prandaj pret ende në tavolinë e gjyqtarisë.
Edhe Teuta do të aktivizojë djemë të rinj tani që nuk kanë luajtur. Pra do të futet Xhaferi. Ndrohet Memçaj. 1 minutë 49 sekonda. Shënon Powers dhe zëvendësohet me Wright. Nisë tani Prodani. Lilaj. Pasi poshtë, Grashdari. I blokuar nga 3 vet. Po është i rregull, thot gjyqtari, do të ketë madje edhe një gjuhë të lirë. Do të ketë dhe një gjuhë të lirë. Duket është Kamenica që ka shkaktuar fallin, është i 4-ti për të. E sakt, shënon Grashdani dhe gjuhetën e lirë. Nisë tani Goz. Wright. Goz. Edhe njërë tek Wright. Depërtimi që në fund e çon për 2, po nuk shënon. Topi që ka dalë jashtë dhe i takon Beslidhjes. E ka marrë tani Prodani. Ja dhe tek Lilaj. Ndërkohë Powell gjuhën. Nuk ka shënuar, është bllokuar mirë nga mbrojtja. 106-64 më pak se 1 minutë nga fundi krejt takimit. Goz. Aty depërtimi, blok i mirë ky nga Ana Grashdani me gjatë kosh nga ardhur në fund dhe 106-66. Prodani, topi poshtë, ja kanë marrë Lilajt, kundër sulm tani Goz. Provon që depërtoj, ka kosh personal. 29 sekonda nga fundi krejt takimit. Një tjetër fitore Beslidhjes pra me diferencë 40 pike më tepër. (106-68). Ja dhe gjuhetja e lirë pas sakt. Sulmi i fundit. E ka marrë tani Prodani. Prodani pas blokut. Në fund topin e çon tek Bagaviki. Depërtimi nuk shënon. Megjithatë minuta mjaft mira për të. Goz. Edhe top në ajër për Wright. Nuk ka rinë të shënoj. Gjuhetje për ta mbyllur krejt takimin, pra me këtë rezultat 106-68 fiton Beslidhja dhe vijon pas javës së 9 të qëndrojë në vendin e parë pas një humbje. Dhe kjo fitore sërish me një tjetër diferencë të madhe, do thoja të padiskutueshme, ndërkohë që me shumë fair play të dy skuadrat takojnë në fund, ndërkohë do të jem më njëherë poshtë në parket për të intervistuar dy trajnerët pikërisht për një opinion të këtij takimi.